Dynamis që në fakt është fuqia shpërthyese. Nga dynamis vjen dinamiciteti. Flet për shpejtësi, për lëvizje. Dhe kur flet për këtë thot, kur lidh karizmën me dynamis, më bën të kuptoj diçka. Që ndërkohë që karizma është diçka që vendoset brenda nesh, një vajosje që vendoset brenda nesh, kur flet për dynamis, për dinamit, flet për diçka që nga brenda del jashtë duke shpërthyer me një fuqi shpërthyese. Dhe pikërisht këtë dëshiron Zoti të bëjë përmes dhuratave, përmes nesh, pra të vendos brenda nesh atë vajosje, atë karizëm, atë dhuratë që si një fuqi shpërthyese. Ajo shpërthen. Dhe kur humbasim fokusin të dhuratat më të bukura, më të këndshme për të përjetuar dhe fillojmë të jetojmë me një perspektivë të asaj që dhuratat, si fryma e shenjtë, mund të lëvizim përmes nesh. Atëherë mund të fillojmë të jetojmë vërtet gjithçka që Perëndia ka në mendje për ne. Amin. Imagjino këtë, unë nuk po profetizoj, nuk po jap fjalë, nuk po lutem për një mrekulli, po hedh bomba qiellore në tokë, nuk po. Po lë një përshtypje të mirë, duke bërë gjëra shpirtërore, po e lejoj qiellin të shpërthejë përmes meje, përmes dhuratave që Zoti ka vendosur brenda nesh. Dhuratat nuk janë tonat, ato janë të Zotit, por Zoti I vendos ato brenda nesh për të na lejuar të lëvizim dhe të përjetojmë gjërat që Ai dëshiron që ne të përjetojmë. Amin. Dhe mendoj se shpesh themi, Zot, dua këtë, dua atë, sepse na mungon zbulesa e thellë në vend të asaj që duhet të bëjmë kur bëhet fjalë për dhurata. Pali thoshte, kërkoni mbi të gjitha dhuratën e profecisë, që është të flasësh në këtë mënyrë, sepse thoshte, a nuk e kupton ti, Korin? A nuk e kupton ti, person gjë I kishës që po kërkon dhuratën, sepse dhurata të bën të dukesh I veçantë. Ti po kërkon dhuratën që të bën të ndihesh mirë, dhuratën që do ti, por nuk po kërkon atë që I duhet kishës tënde në këtë moment. Nuk po kërkon atë fjalë që I duhet kishës tënde në këtë sezon. Ti nuk po kërkon atë gjë që në këtë moment duhet të aktivizohet dhe të lirohet këtu në tokë. Dhe në fakt, kur Pietri, shumë teologë e identifikojnë. Predikimi I parë I Pietrit në Veprat 2 shihet nga shumë si një profeci, kur Pietri ndodhej përballë njerëzve, shpirti I shenjtë kishte zbritur, ata kishin folur në gjuhë të huaja, njerëzit kishin kuptuar atë që po thoshin. Por Pietri profetizoi, filloi të predikonte, filloi të fliste me një gjuhë ngushëllimi, nxitjeje, inkurajimi, ndërtimi, filloi të ndërtonte besimin dhe 3000 veta I ushtuan atë ditë. Sepse Pietri profetizoi, sepse Pietri I lejoi shpirtit të shenjtë të veprojë. Do të doja t'i kërkoja grupit të sonës të ngjiten në skenë, atyre që sapo zbritën, më vjen keq, sorry, por 24 orë kështu, imagjinoni, janë të stërvitur. Por unë besoj një gjë, besoj shumë gjëra, sepse është një shprehje e imja, besoj një gjë, besoj se. Ne duhet të fillojmë të fokusohemi ndryshe, të pozicionohemi ndryshe kur bëhet fjalë. Për dhuntit tona, për atë që Zoti do të bëjë përmes nesh, për atë që ka të bëjë me shërbimin ndaj Tij, sepse mendoj që shumë herë jemi të etur për arritje, dua të arrij atje, dua të bëj këtë, dua atë tjetrën, dua atë njohje të saktë, ndërkohë që harrojmë qëllimin, sepse nëse humbasim nga sytë motivimin pse dhuntit na janë dhënë secilit prej nesh, atëherë thjesht do të bëhemi obez. Para disa muajsh kisha këtë imazh, apo jo? Për ne, të krishterët e ditëve të sotme, të krishterët egoist, që mendoj se aktualisht kisha po lufton shumë me këtë gjë. Por në emër të Jezusit ne do të përjetojmë të gjitha ato që Zoti dëshiron të bëjë dhe mund të bëjë kur ne lëmë mënjan egon ton. Por shoh këtë imazh të gjithëve ne si ndoshta, si të krishterë që po mësojmë të mbushim barkun, që po mësojmë të mbushim veten me gjëra. Të kërkojmë atë diçka më shumë, të kërkojmë konferencën më të bukur, konferencat janë të mrekullueshme, po agjerojmë për një konferencë, të kërkojmë gjithmonë konferencën më të bukur, të kërkojmë dhuratën, pastorin, atë që bën. Gjën edhe më të veçantë, të kërkojmë në mënyra të ndryshme përvojën e re dhe jetojmë krishterimin sikur të ishte një koleksion përvojash, në vend që ta jetojmë krishterimin si diçka në shërbim të tjerëve.
Kisha, si pas mendimit tim, nëse ne si kish nuk po jetojmë të gjitha dhuratat që Zoti ka derdhur, është sepse jemi shumë të përqendruar vetëm te kërkimi për veten tonë. Papritur, shërimi fillon të më interesoj sepse kam dik pranë meje që ndoshta ka qenë i sëmur. Dhe nuk dua të nënvlerësoj situatën që dikush mund të jetë duke kaluar në këtë moment, luftën që po përjeton. Unë besoj se Zoti mund të shëroj, besoj se Zoti mund të veproj, por besoj se ne duhet të fillojmë të zhvendosim vështrimin ton drejt Zotit dhe të tjerëve. Dhe më pak drejt zgjidhjes, problemit ton, asaj që mund të përjetojmë, asaj që mund të bëjmë. Unë besoj se ka ardhur një sezon kur ne mund të angazhohemi ndryshe. Ky është viti i fuqisë, viti i fuqizimit, one do të jetë e jashtëzakonshme. Nuk shoh dot orën të shoh gjithçka që Zoti do të bëjë, por unë nuk dua vetëm një konferencë, dua që Zoti të shohë jetën time dhe të them. Ke shërbyer apo jo? Thot, bravo dhe shërbëtor besnik të thot, ke shërbyer. I ke shërbyer dikujt, e ke derdhur atë dhurat, je aktivizuar në frym, e ke vënë tjetrin në vend të parë, e ke vënë atë tjetrin. Dhe kur profetizojmë, mësojmë që ka më pak rëndësi kush jemi ne, ka më pak rëndësi problemi ynë, ka më pak rëndësi situata jonë. Dhe papritur fillon të ketë më shumë vlerë ajo që Zoti ka për tjetrin, ajo që Zoti mund të bëjë përmes tjetrit. Nisim të ndërtojmë jetën e tij. Dhe kur vjen lufta për atë person, sepse është forcuar nga një ambient profetik, ashtu siç është pali me profeteshat, me vajzat e Filipit, më falni. Kur vjen prova, ajo e profetit Agabo, përgjigja është vetëm, unë jam gati, unë jam gati, unë jam gati për atë që do të vi. Unë nuk po e bëj, nuk po profetizoj që të jem më i fortë, unë po profetizoj sepse kur të vi sfida e vëllait tim, e motrës sime, e mikut tim, e kushëririt tim, e kujdo që do ti, ajo person do të jetë gati. Ai person do të mund të përballojë luftën. Do të mund të përballojë provën. Do të mund të përballojë sfidën. Dhe dua t'ju kërkoj të ngriheni. Këto 24 orë do të jenë shumë aktive. Nuk do t'i jetojmë si të çmendur. Por dua që ne të mos jemi vetëm spektator, por të lejojmë Shpirtin e Shenjtë të jetë protagonist përmes secilit prej nesh. Por këtë dua të kërkoj aty ku je. Mbylli sytë e tu. Jeshtë përqendrohu te kjo. Mos mendo shumë as për atë që po them unë, as për mendjen ku ndodhesh. Lejo vetëm Shpirtin e Shenjtë të nderohet në këtë vend. Kërko Zotin aty ku je. Përqendrohu te ai. Fillo të rreshtosh mendimet e tua drejt tij. Fillo të mendosh me zjarr, në rregull, Shpirti i Shenjtë. Digju në një mënyrë të re që të nderohesh në këtë vend, që të nderohesh përmes asaj që mund të bësh në këtë kishë, që të nderohesh në këtë vend. Dhe fillo të flasësh në gjuhë me vetdijen që në këtë moment po kërkon Zotin për veten tënde, sepse pastaj do ta derdhim atë që Zoti ka vënë tek ne drejt të tjerëve. Fillo të flasësh në gjuhë aty ku je me këtë vetdije. Unë po flas në gjuhë, po lidhem me qiellin. Sepse Zoti është gati të derdhë diçka drejt të tjerëve, diçka për kishën. Fillo të flasësh në gjuhë edhe më fort. Le të marrim këtë dhuratë që të vihet në veprim, këtë dhuratë që të vihet në veprim. Dhe ndërkohë që je aty duke folur në gjuhë, vazhdo, thirr këtë duas. Shko, mos thirr këtë duash, thirr Zotin, thirr Shpirtin e Shenjtë. Thuaj pikërisht atë që ndjen, ndiu i lirë të lëvizësh në shpirtërorësi, në shpirt. Lëviz i lirë aty ku je, qirohu aty ku je. Lëviz kështu, me liri, nëse ke nevojë të ecësh, ec, nëse do të lëvizësh, të izolohesh, nuk është problem, por lejo Shpirtin e Shenjtë të lëviz brenda teje. Folu në gjuhë të dyja serit. Dhe ndërkohë që po flet në gjuhë, fillo të thuash, Zot, më jep zbulesë për atë që po them. Më jep interpretim. Vendos brenda me e gjuhë të ndryshme nga zakonisht dhe bëj që unë të mund të kuptoj, të interpretoj, të deshifroj diçka nga qielli, qoftë për dik tjetër, për kishën, për këtë duash ti dhe fillo ta bësh këtë aty ku je. Fol në gjuhë dhe aty ku je. Vazhdo, fol në gjuhë, mos u lodh, mos u vik, vazhdo.
Dua që të flasësh, dua që të flasësh, dua që të flasësh. Lëre, lëre. Zoti ma tregon të shumë qartë, pikërisht në këtë momenti dikush po merr tashmë interpretim fjalë për t'ua dhënë të tjerëve. Prandaj të kërkoj aty ku je, nëse ke marrë diçka, po interpreton diçka, po kupton, po deshifron një mesazh nga qielli, jepja përreth personit që ka nevojë për këtë mesazh, personit që ndjen. Zoti do të vendos përpara mendjes tënde persona të caktuar tek të cilët duhet të derdhësh atë që mund të jetë një kurajim, një lutje, një profeci, një fjalë, por të aktivizohemi në frymë. Dhe nëse ti ende nuk ke marrë një interpretim ose diçka të tillë, vazhdo të flasësh në gjuhë. Le të lejojmë frymën e shenjtë të lëviz brenda nesh sot. Ne nuk duam të jemi spektator. Lëviz. Ec në përsallë nëse ke nevojë të shkofroj, jep atë fjalë, shko lëviz, aktivizohu në frymë. Por le të lejojmë vërtet frymën e shenjtë të lëviz ndryshe sot. Vazhdo të flasësh në gjuhë, vazhdo të flasësh në gjuhë, kërkoj interpretim nga fryma e shenjtë. Sot fryma e shenjtë dëshiron të jap mesazhe në këtë mënyrë. Sot ai dëshiron të jap mesazhe në këtë mënyrë. Vazhdo të kërkosh frymën e shenjtë. Vazhdo të kërkosh Zotin, sepse sot do të përjetojmë gjëra të pabesueshme. Do të përjetojmë gjëra të pinatyrshme. Do të përjetojmë atë që Zoti ka menduar vërtet. Dhe me këto gjëra, me këto dhurata, do të jetojmë, do të shohim pikërisht atë diçka që na ka munguar. Shija shumë njerëz që po fillonin ndoshta të mërziteshin nga jeta që po bënin. Dhe Zoti thotë, ky është momenti kur unë reaktivizoj diçka brenda teje. Sepse aty ku profecia nuk përçmohet, aty fryma e shenjtë nuk mund të jetë shuar, nuk mund të shuhet. Thirrë pikërisht frymën e shenjtë aty ku je, fol në gjuhë me zë të lartë, je ende me gjithë frymën që ke në mushkëri, aty ku je, kërko diçka të re. Dhe Zoti mund të jap ende fjalë për ty. Mos ndaloj se qeni të qenë sot. Zot, po përpiqem që në këtë moment të fillosh të kalosh dhe të prekësh pika specifike të jetës sonë. Pra, ka shumë njerëz që në këtë moment po përballen me marrëdhënie nuk e di, toksike, të vështira, problematike. Njerëz që përkundrazi po luftojnë me probleme varësie. Dhe Zoti ma tha qartë në këtë moment që po e përjeton këtë, dua të kërkoj të aktivizohesh për t'i dhënë diçka dikujt tjetër. Dhe kjo nuk do të thokë të transferosh problemin tënd, do të thokë të shkosh te një person dhe të profetizosh mbi jetën e tij. Në çmë mënyrë? Ti që po përjeton një lloj të caktuar situate, një lloj të caktuar problemi, fillo. Në këtë moment që e di se kjo gjë është për ty, sidomos marrëdhënie dhe varësi që ishte drejtimi që ndjeja, ti shko kërko një person dhe profetizo mbi atë person. Deklaro, ndërto me gojën tënde, ndërto atë që Perëndia mund të bëjë, bekoje, ndoshta. Ndoshta Zoti do të vërë fjalë specifike në gojën tënde, ndoshta jo, bekoft atë gjithsesi, bekoft jetën e saj.
Por le ta shfrytëzojmë këtë moment në të cilin edhe ne mund të gjejmë veten në nevojë për t'u përfshirë në jetën e të tjerëve. Amin. Dil atje dhe fillo të lëvizësh nëse të shqetëson në ndonjë mënyrë dhe lejo Zotin të përdorë në këtë mënyrë këtu. Që ai të mund të na përdorë në një mënyrë të re. Dhe ndërsa jeni lart, vazhdoni të flisni në gjuhë të huaja. Filloni të kërkoni diçka tjetër përveç Zotit. Ti thua, Zot, ndoshta kam nevojë për një fjalë, më duhet një përgjigje. Kam nevojë për diçka të re. Ja, fillo të kërkosh. Fillo të kërkosh, sepse sot Zoti do të përgjigjet. Do të përgjigjet. Zoti do të përgjigjet. Kërkoni dhe do t'ju jepet. Dhe kërkoni nuk ju jepet sepse kërkoni keq, thot Jakobi, por Bibla thot gjithashtu se lutja që bëjmë kur flasim në gjuhë të huaja është e përsosur sepse shpirti ndërmjetëson për ne me pëshertima të pashprehshme. Prandaj aty ndoshta fillo të flasësh në gjuhë me këtë vetdije, fillo të flasësh me këtë, ndoshta unë nuk di si të kërkoj, ndoshta unë nuk di si të flas, ndoshta unë nuk di si të lutem. Por shpirti ndërmjetëson për mua me pëshertima të pashprehshme. Prandaj fol në gjuhë të huaja me këtë vetdije. Folu në gjuhë me vetdijen, me autoritetin e shpirtit që e ringjalli Jezusin prej së vdekurish dhe që tani jeton brenda teje. Ardh mbretëria jote, lëviz mes nesh, tek ti është besimi ynë. O Perëndi i madh, ardh mbretëria jote, lëviz mes nesh, tek ti është besimi ynë. Ne presim me shpresë dhe për ulësi ardhjen e mbretërisë sa të shenjtë që të mbush zemrat tona me dritë dhe paqe. Ti je forca jonë, mbështetja jonë në çdo hap të jetës dhe besimi ynë është i palëkundur tek ti, o Zot i gjithësisë. Le të vijë mbretëria jote, le të jetë pranë nesh gjithmonë dhe le të udhëheqësh rrugët tona me urtësi e dashuri. Ardh mbretëria jote, lëviz mes nesh, tek ti është besimi ynë, forca jonë dhe shpresa jonë. Reaktime 05 ne gjithmonë mbështetim tek ti. Ardh mbretëria jote, lëviz mes nesh, tek ti është besimi ynë, o Perëndi i madh, i plotësishëm dhe i mëshirshëm. Reaktime 05 ardh mbretëria jote, lëviz mes nesh, mbretëria jote e lavdishme dhe e shenjtë, që sjell paqe dhe dashuri në zemrat tona. Reaktime 05 tek ti është besimi ynë, o Perëndi i madh, i plotësishëm dhe i mëshirshëm. Ardh mbretëria jote, lëviz mes nesh, tek ti është besimi ynë, o Perëndi i madh dhe i lavdishëm, mbretëron mbretërinë dhe të shenjtë, lëviz mes nesh në zemrat tona. Tek ti është besimi ynë, o Perëndi i madh, i plotësishëm dhe i mëshirshëm. Të përshëndesim me nderim dhe adhurim të teje. Reaktime 05 tek ti është besimi ynë, o Perëndi i madh. Të falenderojmë dhe të adhurojmë për gjithçka që bën. Përshëndetje juve. Thuaje, je i lirë, shpirti i shenjtë. Të lëvizësh në kishën tonë, të lëvizësh në Itali, të lëvizësh në këtë mbretëri të Perëndisë, në këtë vend ku secili udhëhiqet nga shpirti i shenjtë, secili i mbushur prej tij. Erdh mbretëria jote, lëviz mes nesh, reaktime 05 tek ti është besimi ynë i vërtetë dhe i patundur, o Perëndi i madh. Erdh mbretëria jote, lëviz mes nesh, është pranë nesh dhe na udhëheq çdo ditë, tek ti është besimi ynë i plotë dhe i patundur, o Perëndi i madh dhe i lavdishëm. Asgjë nuk është e pamundur, asgjë nuk është e pamundur për ty, sepse ti je i gjithësishëm dhe i mrekullueshëm. Mbretëria jote e lavdishme, kur do të marrë, besoj në gjithësinë, o Perëndi i madh dhe i dashur, që je gjithmonë pranë nesh dhe na udhëheq në dashurisë të pamundur. Se nuk ka asgjë të pamundur për ty, Jezus. Nuk
ka asgjë të pamundur për ty, Jezus. E dini, disa ditë më parë isha në Manchester, në një takim me pastor anglez dhe irlandez. Pastaj isha në një takim ku ishin të gjithë misionarët brazilian me gjithë Evropën. Dje ishin në Sicili, tani janë këtë. Ndërkohë, leti duar trokasim si djemve tanë, të gjithëve që kanë qenë shumë të mirë, i kam ndjegur, ti ende jo, por kam ndjegur mate. Dhe ka diçka që kam vënë re, gjithçka shumë e organizuar, gjithçka fantastike. Shpirti i shenjtë më thoshte pikërisht këtë, më thoshte: e di çfarë do të sjellë zgjimin në gjithë kontinentin evropian. Shpirtërorin. Nuk do të jetë teologjia, nuk do të jetë organizimi, do të jetë marrëzia e Zotit. Në portugalisht kemi një fjalë për të thënë kur Zoti i përmbys të gjitha, quhet balkonsa. I personit pranë teje, bagunsa. Dhe të lejojmë Zotin të përmbys planet tona, të lejojmë Zotin të na përdor, të besojmë në marrëzi dhe të bëjmë që shpirti i shenjtë të ketë dëshirë të flasë në vend që të predikojmë ne. Të mund të flasë dhe të mos ketë predikime, sepse ai ka vendosur që lëvizja profetike është e mrekullueshme dhe është ajo shpirtërorja që na mungon. Prandaj Zoti na ka thënë këtë vit, stërvit popullin tim në qiellit të vendit, stërvit popullin tim të jetë lirë në shpirt, stërvit popullin tim që ai do të bëjë kështu. Të bëj kështu, shiko, ngreje dorën tënde, pikërisht kështu fillo të lutesh në gjuhë. Lëre frymën e shenjtë të udhëheqë, lëre që ai të japë atë përshtypjen. E dini kur ndonjëherë mendojmë, problemi ynë me dhëntitë e frymës është se ne mendojmë se është diçka tepër e fuqishme. Në fakt, nesër do të flas pak më shumë për këtë, por është për të gjithë. I doni, ndonjëherë është një përshtypje, ndonjëherë ti shikon dhe thua nuk di çfarë të thuash, por tërhiqesh nga dikush dhe atëherë fryma e shenjtë për ty që jep një fjalë. Është një fjalë e thjeshtë sepse ndonjëherë as ti vetë nuk e di çfarë po thua, por pastaj personi që e merr, për atë person që thotë si mund ta di, kjo është diçka e imja. Për këtë arsye ndonjëherë ne shohim njerëz që qajnë, që qeshin. Unë pikërisht dje po flisja me një zonjë. Isha në Palma di Montecchiaro te Prodëtja dhe kjo zonjë erdhi tek unë dhe më tha: "Moter Roslin, të kujtohet që kam bërë atë ndërhyrje për të cilën kam lutur?" Sigurisht që nuk e mbaja mend. Dhe unë ashtu, po, sigurisht, mos u shqetëso. Dhe më thot: "Oh, ti u fale për shërimin tim, të kujtohet?" Dhe unë, Në fund të fundit isha e moshuar, nuk doja të thoja kur, por vërtet nuk e mbaj mend fare. Por më tha që unë kam zbritur në sallën e operacionit. Për mua ishte një lutje besimi. Për të. Natyrisht që unë nuk mund ta dija që ajo ishte e sëmur. Ishte si të thuash Zoti e di që jam e sëmur. Gjithsesi, ajo shkoi në spital dhe thot: "Më hapën, por më mbyllën përsëri dhe më thanë, me gjithë ato që kishin, që nuk dinin si mund të isha shëruar." Ndonjëherë ajo që Zoti të thot ty të duket e thjeshtë, por për atë person që e merr, për të është fuqia e Zotit. Ajo që duhet të dim është se nuk ka superheroj, do të ketë dyshime. Kur kush nuk ka menduar ndonjëherë, duhet ta jap këtë fjalë, por nuk e ke dhënë sepse ke pasur frikë. Të gjithë njerëzit thon amen, pastaj thon: "Po nëse nuk është nga Zoti, po nëse ma ka thënë, por nuk ma ka thënë." Dhe pastaj kur thot: "Po, ma ka thënë, por kur je gati ta thuash, mendon: po nëse nuk është ai, është normale." Thoni që është normale. Ne duam që mbi natyra e Zotit në jetën tonë të bëhet stil jete. Amen. Vite më parë, pikërisht në një moment të tillë, unë kisha njohur një person shumë të rëndësishëm në botën e spektaklit dhe duhej të bënim një natë luke. Dhe ndërsa filluam vigjiljen, kjo person më erdhi në mendje, por unë nuk e kisha parë kurrë këtë person, në kuptimin që e kisha njohur ashtu një ditë, thjesht përshëndetje. Dhe kështu më kishte dhënë numrin e tij për një gjë që s'kishte fare lidhje me Zotin. Dhe atëherë isha në vigjilje dhe i dërgova një mesazh kështu:
mos e lër shtëpinë tënde, çpri ato valixhe dhe mos e lër gruan tënde. Dhe e dërgova mesazhin, kur e dërgova më kap një ankth dhe the: po sikur të jetë gaj, po sikur të mos ketë grua, po sikur të mos ketë valixhe. Dhe them mjaft, nesër veç që shija veten në gazet, ajo është të çme. Dhe atëherë fillova të bëj një lutje te Zoti, më shpëto. Sepse ju mendoni se gjithçka është kështu? Jo, ndonjëherë Zoti ka nevojë për bashkëpunimin tënd. Ai të frymëzon, por ti duhet të dalësh përpara. Dhe atëherë isha aty duke thënë mjaft, gjithçka mbaroi. Se nuk pyeta dik para se të dërgoja, duke thënë, a e dini nëse është burr, nëse është familje. Por nuk e kisha bërë, megjithatë pas disa orësh mora vetëm këtë, faleminderit. Por çfarë donte të thoshte kjo? Ndoshta asgjë, ndoshta ishte kjo e gjorë, i themi faleminderit sepse mendoi për mua. Por edhe sot, ky njeri quhet Mario Lavezzi, është shumë i famshëm. Edhe sot ai më sheh dhe më thot, kjo është gruaja që më ka shpëtuar martesën. Dhe unë i thash, Pastor Rosli, në atë moment ishte natë, ishin 2 të mëngjesit, po bëja valixhen time për të lënë shtëpinë time, por kur mora mesazhin mos e lër gruan tënde, unë qëndrova dhe jam ende i martuar sot me atë grua. Unë as nuk isha besimtar. Frima e Zotit do të na përdorë, por të kujtojmë se duhet të jemi të kujtësimshëm, ndonjëherë do të humbasësh fytyrën. Me rregull. Sepse ne po stërvitemi, kur ti po stërvitesh, ende nuk je atje me medaljen, je duke u stërvitur, ndonjëherë ndalesh në gjysmë të rrugës, je duke u stërvitur, ndonjëherë lodhesh, ke frikë dhe është duke u stërvitur çdo ditë që vjen një moment kur jemi gati për çdo garë që Zoti do të na vendosë përpara. Amin. Prandaj, sot ne jemi gati. Në këto 24 orë ne duan televizin në frymë, për frymën, duan të mësojmë më shumë për gjërat shpirtërore, duan të qirojmë fjalë, nuk duan të ketë superheroj, por duan që secili me një dhuratë, njëri është një krah, tjetri është një zemër, tjetri është një këmbë, secili me dhuratën e vet, duke promovuar ndërtimin e trupit të Krishtit. Po e qirojmë këtë kohë, këto 24 orë profetike. Amin. Morëm një lajm të mrekullueshëm nga Timoteu, ai ishte ende në aeroplan, dëgjova atë të Mateut dhe pash, Lloju, ne I kemi trajnuar këta pastor të rinj fantastik, Zoti po rrek një brez, është një epokë talimtare. Kush e mban mend fjalën profetike të këtij viti? Tranzicion, thuaj ashtu siç është, tranzicion. Mos mendo se vetëm për të shtunën, në çdo kishë që shkoj po bëjnë tranzicion, po kalojnë të brezat e tjerë dhe më të vjetrik janë trajner dhe stërvitës të shkëlqyer të këtyre njerëzve. Gjëja tjetër që Zoti na tha është një tërmet në ekonomi midis prillit dhe majit. Po apo ja? Disa çift më dërguan mesazh herën e fundit duke thënë, pastor, bazuar në atë fjalë me I morëm parat tona. Atje nga çanta dhe I kursyem ato parë. Kur e dëgjojmë fjalën e Perëndis, fjala e Perëndis na shpëton. Amin. Dhe gjëja tjetër është të stërvitesh në botën shpirtërore. Stërvitu për botën shpirtërore. Kush u konvertua vetëm për shkak të një predikimi të mirë. Përveç nëse do të kishte frymën e shenjtë që të fliste. Por kur ke një përvojë me Zotin, gjithçka ndryshon. Amin. E shihni, ne do të kemi përvoja me Zot. Fuqizoni vitin 2025, vitin e trajnimit dhe fuqizimit shpirtëror.